Horoskopi i shëndetit për çdo shenjë udhërfyesi yjor për trupin, mendjen dhe energjinë jetësore. Astrologjia nuk flet vetëm për fatin, dashurinë apo paratë. Ajo ka një ndikim të thellë edhe në shëndetin fizik, emocional dhe energjetik të njeriut. Çdo shenjë e zodiakut lidhet me pjesë të caktuara të trupit, me mënyra të ndryshme reagimi ndaj stresit, lodhjes dhe sëmundjeve, si edhe me ritme unike të energjisë jetësore. Ky horoskop i shëndetit është një udhëzues i zgjeruar që synon të ndihmojë se cilën shenjë të kuptoj. Pikat e forta dhe të dobëta fizike. Prirjet emocionale që ndikojnë shëndetin. Periudhat kur duhet më shumë kujdes. Mënyrat më të mira për rikuperim dhe mirëqenie. Dashi energjik, por i pabër për pushim trupi dhe shëndeti fizik. Dashi sundon kokën, trurin dhe sistemin nervor. Njerëzit e kësaj shenje janë të mbushur me energji, por shpesh e shpenzojnë atë pa mas. Kjo i bën të prirur ndaj dhimbjeve të kokës, migrenë, tensionit nervor, presionit të lartë, lëndimeve të papritura. Dashët kanë një tendencë të fortë për të mos dëgjuar trupin e tyre, derisa shenjat bëhen të forta. Shëndeti emocional. Emocionalisht, dashi mban gjithçka brenda dhe shpërthen papritur. Zemërimi i akumuluar ndikon drejt për drejt në sistemin nervor dhe mund të shkaktojë lodhje mendore kronike. Këshilla shëndetësore. Pushimi nuk është dobësi, por domosdoshmëri. Aktiviteti fizik duhet të jetë i rregullt, por jo ekstrem. Meditimi dhe frymarrja e thellë janë çelësi i ekuilibrit. Ushqimet e lehta dhe hidrimi janë thelbësore. Periudhat e ndjeshme. Kur Marsi, planeti sundues, është i tensionuar, dashi duhet të shmang konfliktet dhe vendimet impulsive. Demi qëndrueshmëri fizike, por rrezik nga teprimi trupi dhe shëndeti fizik. Demi sundon qafën, fytin, tiroiden dhe kordat vokale. Në përgjithësi ka trup të fortë dhe rezistencë të mirë, por bie lehtë në teprime. Ushqim i rënd, sheqer dhe yndyrna, jetë sedentare. Këto mund të çojnë në shtim në peshë, probleme hormonale, lodhje kronike, shëndeti emocional. Demat e mbajnë stresin për brenda dhe rrallë flasin për shqetësimet e tyre. Kjo i bën emocionalisht të qëndrueshëm në pamje, por të ngarkuar nga brenda. Këshilla shëndetësore. Kujdes me ushqimin emocional. Aktiviteti fizik i butë, por i rregullt. Kontrolli i rregullt i tiroides. Masazhet dhe terapia relaksuese janë shumë të dobishme. Periudhat e ndjeshme. Kur Venusi është në aspekt negativ, Demi duhet të kujdeset për fytin dhe sistemin hormonal. Binjakët, mendje aktive, trupi ndjeshëm trupi dhe shëndeti fizik. Binjakët sundojnë mushkërit, krahët, shpatullat dhe sistemin nervor. Ata janë të shpejt, aktiv dhe gjithmonë në lëvizje, por shpesh harojnë pushimin. Problemet më të shpeshta. Pagjumësi, frymarrje e cekë, lodhje mendore, shëndeti emocional. Mendja e tyre punon pa pushim. Kur stresi rritet, trupi reagon me njëherë. Binjakët janë shumë të ndjeshëm ndaj lajmeve negative dhe mbi ngarkesës informative. Këshilla shëndetësore. Kufizim i kohës në ekran. Ecje në natyrë dhe ajër i pastër. Frymarrje e kontrolluar. Rutina të qarta gjumi. Periudhat e ndjeshme. Retrogradi i Merkurit ndikon fort te sistemi nervor i binjakëve. Gaforja. Shëndeti lidhet drejt për drejt me emocionet trupi dhe shëndeti fizik. Gaforja sundon stomakun, gjoksin dhe sistemin tretës. Çdo shqetësim emocional reflektohet menjëherë në trup. Problemet më të zakonshme. Gastrit, probleme me tretjen, fryrje, ndjeshmëri ndaj ushqimeve. Shëndeti emocional. Gaforja është shenja më emocionale e zodiakut. Kur ndihet e lënduar ose e pasigurt, shëndeti i saj bie. Këshilla shëndetësore. Ushqime të ngrohta dhe natyrale. Shmangje e ushqimit gjatë stresit. Siguri emocionale dhe mbështetje familjare. Meditim dhe relaks në shtëpi. Periudhat e ndjeshme. Hëna e plot ndikon fort te gaforet, sidomos në tretje dhe gjumë. Ekuilibri mes trupit dhe shpirtit. Luani zemër e fort, por energji që duhet menaxhuar trupi dhe shëndeti fizik. Luani sundon zemrën, shtyllën kurrizore dhe qarkullimin e gjakut. Në pamje të parë, luanët duken të fortë, plot energji dhe rezistent ndaj lodhjes, por shpesh kjo është vetëm fasadë.
Ata kanë tendencë të shtyjnë veten përtej limiteve fizike, sidomos kur ndihen në presion për të performuar apo për të treguar forcë. Problemet më të shpeshta shëndetësore për luanin përfshin: lodhje të zemrës, tension të lartë, dhimbje shpine, probleme me shtyllën kurrizore, rënje energjie pas periudhave intensive, shëndeti emocional. Luani ka nevojë për vlerësim dhe dashuri. Kur nuk ndihet i vlerësuar, stresi emocional shfaqet drejt për drejt në trup. Zemra e tij reagon ndaj zhgënjimit dhe vetmis më shumë se sa ai pranon. Këshilla shëndetësore: mos e shndërro stresin emocional në barë fizike. Kujdes me aktivitetet shumë intensive pa pushim. Yoga dhe shtrirjet janë thelbësore për shtyllën kurrizore. Balancimi i punës me kënaqësinë është çelësi i shëndetit. Periudhat e ndjeshme. Kur dielli është në aspekt negativ, luani duhet të bëjë kontrolle të rregullta për qarkullimin dhe tensionin. Virgjëresha, trup delikat, mendje perfeksioniste trupi dhe shëndeti fizik. Virgjëresha sundon zorët, sistemin tretës dhe metabolizmin. Ajo është shenja më e ndjeshme ndaj çrregullimeve të vogla shëndetësore, të cilat shpesh i përkeqëson me ankth dhe analizë të tepërt. Problemet më të shpeshta: tretje e ngadaltë, intoleranca ushqimore, alergji, lodhje kronike, probleme me zorrët, shëndeti emocional. Virgjëresha është shumë kritike ndaj vetes. Stresi mendor i vazhdueshëm ndikon drejt për drejt në stomak dhe sistemin nervor. Edhe shqetësimet më të vogla mund të shndërrohen në probleme të mëdha nëse nuk menaxhohen emocionalisht. Këshilla shëndetësore: mos e mbingarko veten me perfeksionizëm. Ushqim i rregullt dhe i thjeshtë. Probiotikët dhe fibra janë aleat të rëndësishëm. Pushimi mendor është po aq i rëndësishëm sa ai fizik. Periudhat e ndjeshme. Kur Merkuri është i tensionuar, virgjëresha ndjen rritje të problemeve tretëse dhe ankthit. Peshorja, ekuilibri, është gjithçka trupi dhe shëndeti fizik. Peshorja sundon veshkat, sistemin urinar dhe balancën hormonale. Si shenjë e ekuilibrit, çdo çekuilibër emocional ose jetësor reflektohet menjëherë në shëndet. Problemet më të zakonshme: infeksione urinare, mbajtje uji në trup, lodhje nga mungesa e ekuilibrit, ndjeshmëri hormonale, shëndeti emocional. Peshorja shpesh vë të tjerët para vetes. Kjo sakrificë e vazhdueshme çon në lodhje emocionale, e cila ndikon drejt për drejt në shëndetin fizik. Këshilla shëndetësore: hidrimi është thelbësor. Vendosja e kufive emocional mbron shëndetin. Aktivitetet relaksuese, si noti dhe pilatesi, janë ideale. Harmonia mendore është ilaçi më i fortë. Periudhat e ndjeshme. Kur Venusi përballet me tensione planetare, peshorja duhet të kujdeset më shumë për veshkat dhe sistemin hormonal. Akrepi, shërimi fuqishëm, por ekstreme të rrezikshme trupi dhe shëndeti fizik. Akrepi sundon organet riprodhuese, sistemin hormonal dhe proceset e rigjenerimit. Ai ka një aftësi të jashtëzakonshme për të rikuperuar, por edhe prirje për ekstreme. Problemet më të shpeshta: çrregullime hormonale, stres i akumuluar, probleme seksuale ose riprodhuese, tension i brendshëm, shëndeti emocional. Akrepi nuk haron lehtë dhe mban emocione të forta për kohë të gjatë. Këto emocione, nëse nuk çlirohen, shndërrohen në tension fizik. Këshilla shëndetësore: detoks emocional dhe fizik. Aktivitetet që çlirojnë energjinë e brendshme. Terapia ose meditimi janë shumë të dobishme. Balancimi i pasionit me qetësinë. Periudhat e ndjeshme. Kur Plutoni është aktiv, akrepi duhet të kujdeset më shumë për sistemin hormonal dhe emocional. Shërimi, forca dhe ekuilibri final, shigjetari i liri fizike, por kujdes nga pakujdesja trupi dhe shëndeti fizik. Shigjetari sundon ijet, kofshët, mëlçin dhe sistemin muskulor. Është shenja aktive, sportive dhe gjithmonë në lëvizje, por pikërisht kjo prirje e bën shpesh të pakujdesshëm ndaj trupit. Problemet më të shpeshta: dëmtime muskulore, dhimbje ijesh dhe kofshësh, probleme me mëlçin, lodhje nga teprimet, shëndeti emocional. Shigjetari uren kufizimet. Kur ndihet i bllokuar emocionalisht, energjia e tij bie dhe shfaqen probleme fizike. Stresi emocional ndikon drejt për drejt në sistemin muskulor. Këshilla shëndetësore:
Aktivitet fizik i rregullt, por jo ekstrem. Kujdes me alkoolin dhe ushqimin e rënd. Ushtrime shtrirje për fleksibilitet. Udhëtimet dhe natyra shërojnë shpirtin. Periudhat e ndjeshme. Kur Jupiteri është në tension, shigjetari duhet të kujdeset për mëlçin dhe sistemin muskulor. Bricjapi qëndrueshmëri e fortë, por bar afatgjat trupi dhe shëndeti fizik. Bricjapi sundon kockat, gjunjët, dhëmbët dhe lëkurën. Është shenja më rezistente në afatgjat, por edhe ajo që grumbullon stres për vite me radhë. Problemet më të zakonshme. Dhimbje gjunjësh, probleme me kockat, tension kronik, probleme dentare, shëndeti emocional. Bricjapi rrallë shpreh dobësinë. Ngarkesa emocionale manifestohet në trup përmes dhimbjeve kronike dhe lodhjes së vazhdueshme. Këshilla shëndetësore. Kujdes me mungesën e pushimit. Suplemente për kockat dhe nyjet. Aktivitet fizik i moderuar. Pushimi mendor është po aq i rëndësishëm sa puna. Periudhat e ndjeshme. Kur Saturni është i rënduar, bricjapi duhet të kujdeset më shumë për skeletin dhe lëkurën. Ujori, mendje elektrike. Trupi ndjeshëm trupi dhe shëndeti fizik. Ujori sundon qarkullimin e gjakut, kyçet e këmbëve dhe sistemin nervor periferik. Ai është shpesh një hap përpara kohës, por trupi nuk ecën gjithmonë me ritmin e mendjes. Problemet më të shpeshta: qarkullim i dobët, pagjumësi, tension nervor, ndjeshmëri ndaj stresit, shëndeti emocional. Ujori mban distancë emocionale, por stresi i brendshëm manifestohet fizikisht. Mbi ngarkesa mendore ndikon drejt për drejt në trup. Këshilla shëndetësore. Rutina të qarta pushimi. Aktivitet fizik që nxit qarkullimin. Shkputje periodike nga teknologjia. Meditim dhe qetësi mendore. Periudhat e ndjeshme. Kur Urani është aktiv, ujori duhet të shmang lodhje nervore dhe stresin e tepruar. Peshqit trupi ndjeshëm, shpirti thelltrupi dhe shëndeti fizik. Peshqit sundojnë këmbët, sistemin limfatik dhe imunitetin. Janë shumë të ndjeshëm ndaj energjive përreth dhe thithin stresin e ambientit. Problemet më të shpeshta: lodhje kronike, imunitet i ulët, probleme me këmbët, ndjeshmëri ndaj substancave, shëndeti emocional. Peshqit janë emocionalisht të thellë dhe empatik. Kur nuk vendosin kufi, shëndeti i tyre dobësohet ndjeshëm. Këshilla shëndetësore. Pushim i mjaftueshëm, kontakt me ujin, not, banjë relaksuese, kufi emocional të shëndetshëm, ushqim i lehtë dhe detoks. Periudhat e ndjeshme. Kur Neptuni është i tensionuar, peshqit duhet të kujdesen për imunitetin dhe lodhjen emocionale. Përmbledhje e madhe shëndetësore për të gjitha shenjat. Shëndeti nuk është vetëm mungesë sëmundjeje, por ekuilibër mes trupit, mendjes dhe shpirtit. Astrologjia na ndihmon të kuptojmë prirjet tona, jo të zëvendësojmë kujdesin mjekësor. Mesazhi i yjeve për të gjithë. Dëgjo trupin përpara se të flas me dhimbje. Kujdesu për shëndetin emocional, po aq sa për atë fizik. Balanca është çelësi i jetëgjatësisë.